Ministri u tregu shumë efikas në rregullimin e semaforave Skënderaj dhe po shpresoj shumë që ashtu efikas ka me kanë edhe në rregullimin e rrugës. Ministër, qytetarët që frekuentojnë rrugën rajonale Skënderaj Klin në segmentin që kalon në fshatin Kopiliq, po përballen çdo ditë me vështirësi serioze si pasojë e dëmtimit të rrugës. Desha të di si ministri a keni ndonjë plan për renovimin e asaj rruge dhe kthimin në normalitet. Si ministri, nderuara deputete, jemi plotësisht përkushtuar për realizimin e rehabilitimit plot kësaj rruge dhe konsiderojmë atë si projekt me rëndësi të veçantë për përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e qarkullimit për qytetarët. Për këtë qëllim është siguruar dhe buxheti për 2.4 milion eurove, ku 600.000 janë këtë vit, 800.000 janë vitin e ardhshëm dhe 1 milion në vitin 2028. Lojmi i mirë, nderuar deputetë, është që tani ndodhemi në fazë të hartimit të projektit, pra ku po punohet intensivisht për përgatitjen e dokumentacionit teknik dhe zgjidhjeve inxhinierike, të cilat do të garantojnë ndërhyrje cilësore dhe afatgjate, pra për një zgjidhje afatgjate në këtë segment rrugor. Ndërkohë, deri në fillimin e punimeve, pra pas hartimit të projektit, do të vazhdohet me intervenime të vazhdueshme në terren. Këto ndërhyrje do të realizohen në të gjitha segmentet ku paraqitet nevoja përmes kontrolës ekzistuese të mirëmbajtjes, me qëllim që të eliminohen sa më shumë dëmtimet aktuale dhe të sigurohet një qarkullim i sigurt dhe funksional për të gjithë qytetarët që e kalojnë apo e përdorin këtë rrugë. Faleminderit. Ministër, po besoj që e dini saktësisht për ku bëhet fjalë. Fjala është për fshatin Kopiliq, ku rruga është shumë keq e devalvuar dhe rreziku për aksidente fatale është gjithmonë prezent. Me që planin e keni bë, buxhetin e keni nda, kur keni mja fillua? Keni plan, se në plan të punës do të me ditë se kur fillon puna në atë drejtim. Muj më ta dërgoj ndoshta edhe me shkrim, për shkak se është të bë projekti për rehabilitimin e rrugës, po muj me pyet administrata kur përfundon projekti, pas projektit edhe janë procedurat pastaj për tenderim, po do që don muj më ta dërgoj edhe me shkrim për kur pritet parafisisht përfundimi i projektimit të asaj rruge dhe do ta dërgoj me email. Faleminderit. Ministri u tregu shumë efikas në rregullimin e semaforave Skënderaj dhe po shpresoj shumë që ashtu efikas ka me kanë edhe në rregullimin e rrugës. Pres përgjigje dhe informatë të detajuara me shkrim sepse kam përgjegjësi ndaj qytetarëve të asaj zone, të cilët janë qindra prej tyre që më kanë kërkuar që këtë rrugë ta trajtojmë në këtë pikë të ranë ditës.